shumë të vjetër dhe shumë të madh. Besa. E dëgjuat besoj. E dëgjuat se çfarë kërkoj. Kërkoj besën nga ata të cilët janë ngritur prej gati 2 muajsh për të shpëtuar Shqipërinë prej tij. Po çfarë bëre se do ti o langaraq? Ka 13 vjet që socialistët të votojnë masivisht. Kërkove timonin ta dhanë. Kërkove tepsin ta dhanë. More 84 mandate për të bërë çfarë të duash me reforma nëse do të kishe dëshirë. Tani kërkon mbas 2 muajsh besën e këtyre. Hapi rrugën! Hapi rrugën! Hapi rrugën ambulancës! Hapi rrugën ambulancës! Shiko se çfarë i bëre jo më shumë se 24 orë më parë, këtyre që sot i kërkon besën. Ti akoma nuk e kupton se je shndruar në një kufon politike, je shtrirë në mes të rrugës dhe vazhdon të mbash peng Shqipërinë. Nuk e di se për sa kohë, por unë e kuptoj se përse ti nuk lëviz dot dhe nuk jep dorëheqjen dhe nuk e hap dot rrugën. Sepse ti besën e ke lidh me Sinaloën, me Ndragetën dhe me lloj-lloj kriminalësh shqiptar apo të huaj. Po si mund kërkosh besën ti kur para ca vitesh ishe me hartën duar për të ndarë Kosovën? Ku e ke besueshmërinë ti kur të gjithë bashkëpunëtorët e tu më të afërt, duke filluar nga zëvendës kryeministrat, ministrat dhe kryetarët e bashkive të cilët i ke zgjedhur ti me dorën tënde, janë sot ose në burg, ose në arrati, ose me çështje të hapura penale, për skandale të padëgjuara në shtetin shqiptar në këto 100 e ca vite të fundit që nga krijimi i tij. Po si mund kërkosh besën ti kur ti nuk ke lënë skandal këto 13 vjet pa bërë shqiptarve? Është pikërisht pabesia jote, pabesia ndaj besimit të tyre, sidomos ndaj socialistëve, e cila ka sjellë në këtë situatë ku ti sot nuk ke më shpëtim politik. Ti mund ta zgjasësh dhe ta shtysh edhe për ca kohë, për faktin sepse je në mes të rrugës për zbatimin e skenarit më të keq të mundshëm për ta shitur Shqipërinë. Kishe shansin e madh, të paktën këto ditë, që nga fillimi i këtyre protestave të pamenduara, të paimagjinuara, të mrekullueshme, për të bërë një refleks ose një reflektim, qoftë personal, qoftë politik. Nuk e bëre dhe nuk e bëre as sot. Kjo tregon se ti e meriton çdo lloj dënimi popullor i cili po të vjen. Më në fund, shqiptarët janë ngritur, shqiptarët e vërtet, dhe nuk të besojnë në ty. E fundit gjë që ti duhet i kërkoje shqiptare ishte besa. E kishe një mundësi, ose e ke këtë mundësi, të cilën nuk e bën dot, që të dorëzosh të gjitha miliarda dollar në kesh, apo në prona, apo në projekte, apo në projekte strategjike, të anulloje ligjet, për atë tregoje se ti po reflekton. Dhe këto të gjitha ti kthesh në buxhetin e shtetit, gjë që ti fatkeqësisht sot nuk e bën dot më. Do ta bëjnë të tjerët pasi ti ikësh ti me turp i cili do të të ndjekin mbrapa edhe kur mos jesh më në këtë jetë. Do mbahesh mend shumë gjatë, mik, për të gjitha të zezat
që ti i bëre Shqipërisë dhe shqiptarëve në këto vite ku ti qëndrove në pushtet në mënyrë abuzive dhe për fatkeqësinë e shqiptarëve të ndershëm, të cilët deshën dhe duan të ndërtojnë jetën dhe të ardhmen e tyre në këtë vend të mrekullueshëm, por që fatkeqësisht ka rënë në dorën tuaj, që jeni hajdutër dhe makutër të paparë ndonjëherë në historinë politike të këtij vendi. Prandaj, reflekto sa jenë kohë, këmbë të shpejta, faqe barë. Le t'ja lëmë zhvillime politike, besoj se përgjigjen e more nga këta djemë dhe vajzat të mrekullueshëm sot, kur protesta vazhdojnë me të njëjtin intensitet dhe do të vazhdojnë me sa duket, deri sa ju, së bashku me bashkëpunëtorin tënd politik në opozit, Sali Berishën, të ikni dhe të lëroni Shqipërinë nga makutëria juaj dhe nga pabesia juaj. Bashk, mirupafshim.